Përshëndetje. Atëhere, ashtu si që thash, sot do bëjmë vazhdimin e videos që bëm dje. Kisha harruar të jap disa kundra masa, do me thënë atë që i thënë balancimin, gjë që unë si projekt Lajta e kam festkështelt, e kam verifikuar se ku janë problematikat që ka bota një. Do me thënë planeti joni toka. Dhe këto që kam përllogaritur unë dhe që kam vërtetuar, kam parë dua që me disa kundra masa, më sakt me 5 të tilla, ne të bëjmë si planet, tokaj që jemi, disa ndryshime në vetvete që ne të vazhdojmë vazhdimin. Pra, si t'ja o them unë, kur dikush gjendet në një moment kritik të vetvetes, duhet bëj ndryshime në vetveten dhe me atë përreth që ka për të rregulluar vetveten, pra për të mirën e vetvetes. Që kjo është për shembull edhe kur dikush smuret, duhet ndryshoj, do me thënë shumë gjëra që e bëjnë që mos ndihet mirë si qyshtek. Të rast ne po flasim për planetin ton toka. Erde. Dheu. Tani, këtu kam skicuar, më sakt këtë e ka pikturuar vajza ime dhe s'kisha shumë vend, po dhe s'doja ta fshija, e kisha përgatit dhe ky jam unë këtu dhe i bëra këtu. Tani, do marrim nga lart poshtë pikat që ne mendoj se duhet të ndryshojmë në vetveten tonë. Dhe pastaj ashtu siç thash, unë do të rhiqem, do me thënë nuk do postoj më dhe nuk do bëjmë video për arsyen se thash pas SQF-n dhe para parlamentin Bizant në Ballkan, unë nuk bëj më asgjë. E thash dhe do ta mbaj këtë fjalë. Për aq përqind, për aq copa sa ka i pjesë, se kjo nuk ka 100 mbase, kjo ka 1000, 10.000, varet se në ca copa ne e presim diçka. Ajo është puna e secilit nga ne, e juaja, e imja, e tjetrit, e Zotit, që ka çdo gjë në dorë, që na kanë të gjithë në dorë. Pra, unë do jap thjesht sqarimin dhe do të rriqem. Atëherë, kundramasa parë, pema. Siç thash, mbrapa që kartonazhi, do më thënë ke video që e lash për gjys që harrova, tosha këto, kartoni prodhohet, tham, shkon ke prodhuesi një produkti, ai paketon, vjen ke konsumatori, ke ai që e përdor produktin, kartonin ai e copton, e thermon, e përzin me ujë, shkon në makineri, pak rëndësi ka, e bën tani një firmë, a e bën ai i zoti shtëpisë, pa pronari. Na, pronari, por rëndësi ka që bëhet. Ai pastaj e prodhon, nxjerr produktin e dytë, që është, që thash me grinca, me ashk ladruri, me kole,
dhe që përzihet, shtypet, do më thënë, mirë presohet dhe del si kub, do më thënë si katror, ku përdoret për nxehje, për ngrohje ke soba e drurit. Tashi soba drurit, se këtu e ndërpreva ke gjysma video që i kisha bërë, se u futa në një temë tjetër, prandaj thash të vazhdoj dhe këtë, dhe aty ai do me thënë ngrohet. Të shkuarit e juaj, edhe të mit, janë ngrohu me soba druri, me ogjaqe të mëdhenj, me dru brënda, të hapur pa xham përpara dhe kanë rrojt deri 100 vjeç. Ashtu. Sa për këtë jo bo keq, jo s'bo keq. S'diskutohet, sepse CO2 që i thoni ju nga zjarri, ti s'ke për t'i hy aty, dhe s'do në ngrofesh 24 orë. Dhe ka oxhaku, soba, furri, që ngrof, që gaton me garushde, guzhin, e ku di unë. Tani, ai ngrohet, pak rëndësi ka xham përpara, s'ka xham soba, e du kshu, e du ashu. Pema që duen për rreth një shtëpie janë të përcaktuar për aq nevojë sa ngrof kjo shtëpi në ambient metër katror, që këtë CO2 që kalon sipër, do me thënë këto tymrat, këto gjëra, të filtrohen nga këto pemë të larta, do me thënë pishat bavareze mua më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, janë të larta, te kalojnë shtëpinë, janë shumë bukra. Unë bilesh pas një tokë aty, do me thënë që kishte disa pemë, ishte jashtëzakonisht shumë e bukur, më pëlqeu, mund të vesh një badania aty, është hije që e ka kriju Zoti, a më kuptoj, vje kështu, do me thënë. Shumë bukur, dhe këtu du dalë që të gjithë që përdorin një oxhak, ngrohje, me zjarr, me dru, pra me këto drurët e presuara, duhet të kenë aq pemë sa e përcaktoni ju, se do bëni projektin. Do mbyllni, do kaloj tymi, sa pemë duen, sa filtrohet, sa bëhet. Dhe në afërtësi të shtëpisë, ju do përcaktoni për shembull edhe largësinë nga shtëpia, që mos jetë dhe larg fare, po dhe jo afër fare, po që të shoj edhe një hije ke shtëpia. Domethënë që edhe shtëpia, kur të ketë diell, të marrë një farë hije nga 4 anët. Jo 100%, por të paktën muret kenë një farë hije. Ato për llogariten, a kupton? Domethënë nga gjatësia e pemës, sa mund shkoj pema, plus minus, dhe largësia e saj. Dhe i thuhet për shembull atij pronarit të zotit të shtëpisë, si jeni, si ja kaloni mirë, po. Kështu, ju ngroheni me zjarr dhe në të ardhmen do t'ju ndihmojmë me këto kemi këtë produktin, do ja japim me një çmim të lirë, e nuk e di se si e bëjnë ato, por për këtë kritere duhet të plotësoni kriteret që kemi, kushtet që kemi ne për t'ju vënë ju, dhe kur plotësohen këto, ju mund vazhdoni të ngroheni me dru. Jo, ju më veni prona ime, unë bëj qa du, unë bëja shumë mirë, sotri, shumë bukur, ju nuk doni t'i veni pemat për të mirën e tokës tonë, sepse thoni që është prona ju e si që shtek, ne duhet vem një taks. Në momentin që ju do veni pemët, do i mbillni ato afër shtëpisë tuaj, dhe me këto për masa, distance, që ne jo ju përcaktojmë, po që kemi si kriter plus minus, ju nuk do pagoni, për shembull, 100%, po 30% të taksit. Thot pronari, po unë me përmen kom pas men ti kur të vesha pemë, pavarësisht se tash s'kisha dhe të kundërshtova ty, po unë du me vën pemë, ja, s'kom qenë kundra në jerë. A kuptoj se, kur vje puna ke leku, ke cynimi i personalitetit, ose ke cynimi i pronës, edhe të gjitha njerëzit, do me thënë,
jo me frikë, jo me këte, jo me ate, edhe ndryshojnë, si pas logjikës. Tash, kush është logjika e pastër? Logjika pastër është që ai duhet ta kuptoj vetë që duhet ta vej pema. Po, kjo është pema. 1. 2. 1 plus 1 barazi me 1. Kërkojnë ndjes në qoftë se bëhem në një qik euforik në njëherë, në një qik impulsiv, sepse edhe unë kam ndjenja emocione në njëherë, edhe na shu, se kam 6 vjet që e them për SQF në Shqipëri, sistemi qeveris familjar, që është mother dhe father, po sa shu, do më thënë, edhe unë kam nerva, më kuptoj, edhe unë mikën në njerë durimi. Mëse normale. Ato vazhdojnë zijen, a kupto, edhe thu se du të mirë në popullit, po jo më lafare. A më kupto, vazhdo njëri andi tjetëri, ne ama të dy duhet qeverisin, duhet jenë 2 pjestarë, jo një une. Që ajo ashu? Në Shqipëri po flasë, sepse në Shqipëri kërkohet, tani, 1 plus 1 baraz 1, 1 minus 2 baraz 1. Çfarë është kjo? Atëherë, 1 është, normalisht kjo 1 plus 1 është këtu, por do ta them dhe njëherë këtu. 1 është natyra, gjelbërimi, kurse 1 tjetër është rëra, rana, është malet, është dheu, janë shkretëtirat, janë, si që janë për shembull vyste, në Amerikë për shembull ka shumë zona që janë të pajetuara, po ka dhe zona, do të thënë pajetuara me gjelbërim, po ka dhe zona që është vetëm një rrugë, po ka dhe zona për shembull që janë shumë gjelbëruara. Do me thënë këtu kemi një 1 plus 1 baraz me 1. Me 1, pra me atë që duhet jetë. Kurse 1 minus 2 baraz me 1 është ajo që jeni ju në, do me thënë ju edhe unë, se edhe unë njëri jam, si ju, që jemi ne në këtë moment, që do të thotë, ne jemi aty kur ne ndërtojmë një shtëpi, duhet bëjmë Einstellungen. Duhet bëjmë C në 3 në tiri mi. Si. Do me thënë, qentrimi në kuptimin që nëse unë duat vej një shtëpi 2 kace, duhet të heq diku 2 shtëpia të vjetra 2 kace. Dhe këtë unë duhet ta regjistroj në një program Microsoft. Programi. Për shembull, Microsoft. Në të gjithë botën, ku ndërtohet, sa ndërtohet, dhe sa hiqet. Dhe në momentin që ti ndërton një, po heq 2, s'ka rëndësi, se ti për shembull mund të bësh 2 shtëpia, po andej ti heq një fabrikë të vjetër, se kam pa dhe video në YouTube, që ka shumë fabrika të vjetra që i kap me beton, që i kap dielli dhe ato rrin ashtu të shkretëtuara. Ato duhen hequr, në qoftë se do ndërtoni. Dhe në momentin që ti ndërton një, po heq 2, aty do shofësh vit për vit dhe do bësh atë qentrimin. Ku jemi? Sa jemi, sa duhen, sa s'duhen. Sa duhen shtëpi druri, sepse nuk kemi hapësirë më ku të rrim. Sa na lejohet bëjmë shtëpi betoni, sa duhet kështu. Do me thënë me plan. Kjo, rruga, në momentin që flasim për rrugën, këtu kam vizatuar dhe diçka, po do vizatoj dhe diçka tjetër, rruga. Unë po jap si mendim, rrugat, për shembull, disa rruga mund bëhet si projekt pilot
testim në disa rruga. Për shembull, kemi këtu një shtyll hekuri, ose duhet e qëndrueshme. Sepse kjo hekri vërtet ju mund thoni ose betoni e veshur me një material alumini për shembull që e mbron nxehtësinë, ky për shembull nuk e transporton nxehtësinë dhe ama e ka dhe stabilitetin për brenda nëpërmjet hekurit dhe ky është anash rrugës këtu, por i montuar fort dhe këtu kalon një hekur, po ashtu që lidhet së bashku të gjitha, por është e rëndësishme që të jetë lart. Ju mund ta bëni për shembull qofse është autostradë dhe ka dy anë, një këtej për shembull, mund ta bëni edhe që është nga këtu, ku është ai pjesë i mesit me beton. Por unë po e marr sikur po bëhet nga lart. Më kupton se ka rrugë nga lart, nga poshtë dhe këtu tash këtu lart në çdo pik stabiliteti vjen disa pemë. Po këto pemët janë pemë artificiale. Do me thënë, ju imitoni trungun nga një peme të trash, që është një plastik që nuk pyet nga dielli për shembull, siç janë ato dorezat e pampashef që i fut në furrë edhe si ndjen fare, por e bën atë drurin, domethënë, atë trungun të vogël, jo shumë të madh, 1 metër për shembull, dhe aty dalin deg plastike. Kuptoni? Dhe këto deg plastike tani që emitojnë pemët, edhe sikur të fryera, edhe sikur të ketë, domethënë, çrregullime, ato nuk pyesin se e ka kriju Zoti, domethënë e lën erën që të tejkalojë këto gjethet e pemës. Dhe ndërkohë që keni edhe një pastrim, se në dimër për shembull bin gjethet e krijuara nga Zoti, nga pema, domethënë pema edhe bin, kurse nga plastika, ato që ndrojnë aty dhe mund të jenë edhe në përbërje alumini, duhet ta shihni vetë. Dhe pastaj ajo duket disi kështu, domethënë këtu lart dhe që shpërndahen kështu. Kështu, edhe kjo këtu, 1, 2, 3 janë këtu domethënë, shpërndahet kështu, anash dhe mbajnë këto degët edhe këto pjesët këtu. Tu është ai trungu për stabilitet, edhe këtu bie hija pasaj, edhe këtu domethënë ka vargje gjëra i çik, dhe këtu ka hije. Ai që do natyrë, mos eci shumë me makinë. S'është problem, se ai që ecën makinë nuk është se shijon shumë natyrën, shef majtas djathas pak, por nëse do natyrën, ndalon diku me makinë edhe bën shëtitje në këmbë ose me biçikletë, nuk e di, domethënë, po kjo bën atë që ai thjesht e di që janë plastike, por duket origjinal si në natyrë, sepse ai shef edhe anash pak kështu, domethënë, natyrën edhe në kombinacion me atë lart, ngjyrë kafe në të jeshilët edhe nuk e di po e ashtu se e zjata shumë duket, iku dhe kjo. Domethënë rrugët që t'i jepen më shumë hije. Rrugët tash i kemi këtë 50 me 50%, çfarë është kjo? Kjo ishte ajo, domethënë, që në të gjithë botën bëhet llogaritja me programin, ishte kjo që se ajo që ka qenë fillim është që ka qenë 50% këto, domethënë stuhi rana, shkretëtira, Saharaja, ku diun, domethënë pa gjelbrim tokë kuqe, ku diun. Dhe nga ana tjetër kemi detin, gjelbrimin e tjerë. 50 me 50, kjo ka qenë domethënë fillim dhe kjo është më e shëndetshmja. Tashi, se është thënë dhe përpara që njeriu do ta prishi tokën, planetin dhe çdo gjë në vazhdim. Unë them se as që diskutohet që sepse nga lart nuk prishet, nëse nuk prishet nga këtu. Por ajo që është më e rëndësishmja është që nëse ke një mundësi që ti rregullosh gjërat më mirë dhe të marrësh një kthes për drejt, as që diskutohet që jo logjika, po çdo gjë thot edhe instinktet dhe çdo gjë tjetër thonë që kjo është rruga e dur dhe kjo do ndjekim.
Dhe unë prandaj u thash që familja, mother, father është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sepse nuk është sepse nuk po jep të drejtë dikujt, por ti po parandalon që ajo që nuk është ajo që ka krijuar ai të bëhet për normale dhe të vejë në 50%, që në për ushtri të jetë normale, ky është martu me këte, ky është bën këte, se kështu e prish botën. A më kupto? Do me thënë, ne gjithë duhet të ndryshojmë. Kjo nuk është për të keq, respektohet, shoh në televizor që ka për shembull mbajti ai ambasadori në Shqipëri tha, deklaroi, domethënë, dhe tha kështu, por tha, unë një herë tha, domethënë, edhe unë mbyll si muhabet, edhe nuk ka nevojë jep drejtën, por mos promovo, mos bë, a kuptoj, jeto. Se mora si shembull, se s'du të marr njëri si shembull, po tani vazhdojmë ke akullnajat. Po para se të vazhdojmë ke e fundit, ke kjo këtu, që është kjo këtu, dua të them pak këtu. Atëhere. Fillojmë. Ke qesja. Ke plastika, e kam aty tash. Sepse atë me kartonazhin e tham. Në Shqipëri kanë shumë probleme në Ballkan që të ndajnë materialet. Është shumë e vështirë dhe prandaj dhe unë mendova diçka tani, 2 sekonda. Vetë. Po marrë këtë më mirë se për shembull kjo është një qese, po marrë këtë se këtë e gjeta tani aty. Edhe them që në për qese për shembull nuk është për mendimin tim që të jetë reklam, logo, mjafton për shembull që njerëzit ta dinë disi se në fundit, edhe po të shkruen gjitha këtu, klienti e vërteton për shembull se këtë du unë kur ai blen aty. Se sa do të mirë ti ta kesh emrin, po që se produkti e ke kot, ose e ke të prishur, atëherë s'të vjen njëri. Domethënë këtu edhe sikur të jenë gjithë supermarketet, ai shkruajtur edhe një qese standarde që i përket shtetit për shembull, ai prap aty shkon ku ai do. Domethënë, nuk e di. Kjo është qese. Tani, çfarë thot cesia, që qet, plastika, për poshtë, për ri. Atëherë, kemi një 4 pikësh. Çfarë ndodh këtu tash? 4 pikësh. Ke pika 1, kemi atë që, kë e kam shkruajtur të para në prodhuesi i qeses, ai që e prodhon këtë qese, standarde. Për shembull për të gjithë supermarketet. Po themi e prodhon shteti. Kuptoni? Tani, shteti e prodhoi këtë. Del, po them që fabrika është e shtetit për shembull. Del në për supermarkete. Blihet nga konsumatori, ai bën pazar, mbush qesen, shkon ke shtëpia. Konsumon i nxjerr ato jashtë. Këtë qesen ai e përdor për futjen e plastikave që ka në shtëpi. Çfarë ndodh? Për plastikat që ka në shtëpi. Kjo qesja nuk është e vogël, po jo edhe e madhe fare. Domethënë që mund të mbahet dhe që kapet për shembull kështu, që mund të ketë një që paloset shu duhet ta shihni vetë. Një si punë xhepi dhe kur e hap ai dhe fut qeset që kanë shtëpi, njëkohësisht fut edhe metalet. Po flas për Ballkanin, sepse sa më shumë, aq më shumë thonë, kush i futet siç është tek. Domethënë,
fabrika duhet jetë që e ndan vetëm qesen nga metali, do me thënë, me punëtora, me magnete, me ku di unë e dini ju, por këtu janë të dyja, që ai mos thotë, unë kam 5 gjona për të ndarë tash po e filloj fare. Këtë e ke për të dyja, e çon ke administratori i pallatit, për shembull, edhe kur e çon atje, ai merr lekët që ka paguar në supermarket për këtë qese. Dhe kështu ai shkon me këtë qesen dhe blen prap. I kam shkruar këtu po ta zmadhoni, blen prap dhe kështu ekziston rotacioni. Rotacioni ka raste që mund dalin nga rotacioni, për shembull që del në formën që ai duhet bëj më shumë pazar se sa ka të mbushura qese, blen më shumë qese, dhe për shembull ai administratori ose ai që mbledh këto gjërat mund t'i thotë për shembull që okay, qesen po ta blej në gjysmë çmimi, atë që ke marr ekstra, kurse këtë plot do ta marr me lekët më shumë, pra do t'i blej edhe këto gjëra disi brenda që ke, po në fundit është një regelkreis. Regelkreis mbyllet krajzi, këtu do më thënë, mbyllet ajo dhe plastika shkon ke plastika në formën që ai nuk humbet gjë, por përfiton edhe që është ke supermarketi, duhet ta blej qesen, se nuk ka qese, ose nuk merr atë shportën me vete, ose torbën, trastën, dhe qofse do blej qese, o do i ikin lekët, ose do ta mbushi me plastik në shtëpi, do ta kthej aty, dhe do marri dhe i lek mbrapsht, do më thënë atë lekun e qeses. Dhe ato që kanë qenë, besoj unë, se ata janë shumica që kanë qenë me atë mendimi që jo nuk bëhet, jo nuk ashtu, ata pasaj janë më të kujdesshëm që ta bëjnë sa më mirë këtë gjë. Kjo do me thënë ishte ajo përgjigjesja që mos e ashtu shumë dhe unë. Ashtu dhe. Tani, çfarë akullnajat, mbasi të realizohen këto 4 pikat, mbas një viti ose 2 vjetësh, mendoj unë se direkt nuk do ta filloja nga që çdo gjë ka shku në minus, dhe minus në formë pozitive, që janë ngrit temperaturat, por kur shkojnë në minus, në plus për ne do me thënë, atëhere duhet filloj pika e 5. Pika e 5 kam përgatitur diçka, më falni. Kam përgatitur diçka. Shpresoj që tjetë shikueshme. Këtu nuk mungon akullnaja. Yha. Si kanë dhe, ku i kanë? Nëse s'ka ku t'i po. Atëherë kemi akullnajën, kemi për rreth. Tani, çfarë kemi tjetër? Pasi të jetë rregulluar gjendja me mbrojtje të nëpërmjet pemave nëpër shtëpi, ngjyrat që shtëpit kanë, për shembull të jetë më shumë të bardha, këtu të bardha ose jeshile, ato ngjyrat domethënë që nuk marrin shumë nxehtësi nga dielli.
Tani kemi për shembull këtë që kur të ndërtohet një shtëpi të hiqen dy për shembull ose një gradaçele e madhe ku të ndërtohen të hiqen dy sepse ju e dini sa gradaçelat më mëdha që ka. Do me thënë, jo se nuk janë të bukura, jo se nuk janë të pranueshme, se ato I ka kriju Zoti, por është puna që qik matematik, do me thënë, se boj njoni ne, zdihet qa bëhet, bo tjetër këne, zdihet qa bëhet, edhe në fund fare do e vujnë gjithë. Prandaj është mirë që vërtet mund të thush për shembull po I ndërtojmë sepse I shmangemi për mbytjeve e kësaj gjëre, po në fundit janë dhe ato dhe rrugët dhe çdo gjë një pjesë që I sillin për mbytjet, apo jo? Kështu është. Duhet I themi dhe pak gjërat siç janë. Jo se nuk duhen, po unë mendoj që në të gjithë botën, po ta kontrolloni cep në cep, ka jashtëzakonisht shumë ndërtesa që rrin kot. Bosh me mutra, me shkurre, me gjëra, hiqini se shpëtoni planetin ton. Tani, këtu kemi solar panelen, panela diellore, dhe këto vejnë këtu tash. Antraktik, këtu. Këtu është një pajisje që frigorifer që e ftoh më shumë detin, ujin, po them ujin unë, water, se sa është jashtë. Ky shërben që ky ujë edhe të ftohet më shumë në kohën anash, por njëkohësisht punon me panele diellore dhe ka një pompë. Kjo pompa tani këtu, se shtypa shumë. Shefti? Apo e le aty. Këtu bjen dielli dhe e vën në aktivizim këtë pompën. Këtu. Nuk rrin më. Po kështu. Këtu. Dhe nga që ftofet nga 4 pikat, kur ftofet që bjen temperatura, unë nuk është se I ashu makinat, nuk I preka fare makinat, sepse makinat unë mund t'ju këshilloj që janë t'jen njerë hybrid, sepse hybrid nuk cënon dhe ato që shesin diesel, nafta. Nafta është në gjuhën bizante, do me thënë, edhe me diezi. Nuk po flas më. Por këtu tani, kjo nga që ftofet klima, këtu, sepse CO2-shi është për filtrimin e ndotja e ambientit. Më shumë janë rrugët ato që e nxefin klimën dhe betonet, ndërtesat, gradaçelat e gjitha dhe këtu tash pasi të ftohur ajo nga hija, nga pemët ke shtëpia, nga heqja e disa betoneve ose kontrollimi I ndërtimeve, nga arritja e një përqindje më të mirë, do me thënë nuk dihet se sa është ashtu, do me thënë duhet me hyjë çdo shtetit me I pa se sa kanë bë, sa ndërtime si gjyshtek, por unë them si jeni mirë. Do me thënë nuk jemi mirë, se jam unë, janë fëmijët e mi, janë gjithë. Këtu tani akullnajat dhe këtu tani kur I fut ujë të ftohtë, kësaj, kjo kalon ujin ke akulli dhe bëhet akull. Dhe kështu ngrihet sa më shumë dhe kështu mund të shkoni aty ku keni qenë, duke në një formë simulante dhe artificiale duke mbajtur atë që jemi. Do me thënë artificiale me kuptimi se dikush në qoftë se nuk punon me krah shkon në palestre, ku diun, fitness studio, në studio. Kjo ishte do me thënë 5 pikat që kisha unë edhe ju uroj gjithë mirat. Unë, si që thash, nuk do postoj më gjë në faqen time, as edhe një gjë, as një shkrim, biles mirë është që dhe mos ndjek fare në për Facebook ose në për gjëra t'i shuj gjitha ose t'i bllokoj me kod. Dhe
unë kisha vetëm një kërkesë, në momentin që e kërkoj se kam nevojë për ndihmë, domethënë, edhe e botës një, e juve gjithë kontinente, 6 kontinenteve, dhe unë desha vetëm sistemin qeverisë familjar në Shqipëri, që të zbatohet, që presidentit marrin ministri, gjysmat, dhe që të ndërtohet parlamenti i madh, grande, po Gradeci, për shembull, është një qytet që ne kemi gra, që para se sa është vënë njerëzimi, a më kuptot, domethënë, si ta them unë, po tjetë parlamenti grande, gros, domethënë, unë ju them që fara do rregullohet. Dhe do ta bëjmë së bashku, se unë mund t'jap një mendim, siç e thash, vetëm së bashku. Pra, unë shoh edhe si projekt lajtër që jam, që çdo gjë të ecin në balancë, dhe pa parlamentin bizant, dhe pa sistemin qeverisës familjar, unë nuk e shoh dot atë popull që të vujë dhe t'iki gjithë rinia. Nuk e shoh dot, më. Se po hikin. Se dikush edhe unë me qenë qeverisje, po të kem një logjik jo të shëndetshme, do thosh, jo, nuk kanë hik, ato do kthehen, si shtojnë disa, do kthehen, po se u kthyn mas 20 ose mas 100 vjetë, e thashun prap, u kthyn ato, mund të kthehen dhe mas 100 vjetëve, e thashun prap, po ti ke vdek, ke hik, a më kupto, u bon pra 35 vjetë, ku janë? Edhe 33, edhe 35 tjera me hik, s'kam për të ardhë. Edhe po vinë sepse po mundohemi. E gjithë bota po bëjmë projekte konkrete. Po ndihmojmë njëri tjetrin, në Europa po ndihmojmë Ballkanin, në Amerika po ndihmojmë Ballkanin. Dhe jo vetëm jugun edhe veriun po na ndihmojnë. Ti themi gjonat siç janë, dhe Azia, dhe ne do ndihmojmë Afrikën, ata do na ndihmojnë nese, dhe ato kanë për shembull banane, gjojna, eksport, import, ku di unë. A më kupto? Se unë zefa të shi. Këtu. E mbylla, ka që ishte. Ju uroj ju, familjes, fëmijëve tuaj gjithë mirat.